Dështimin e mundshëm të marrëveshjes, ekspertët e ndërlidhin me vëndje në vend të parë të interesave partijake nga ana e subjekteve politike. Sipas njohësit të çështjeve politike Jove Kekenovskit, Maqedonia mund të pësojë keq nga dështimi i marrëveshjes së Përzhinës. 12:05, јас не би рекол дека е 5 до 12. Она што велите вие претходно Морковот и Стапот, дека Стапот сега дополнително ќе мора, не дека ќе треба, туку ќе мора да заигра врз нашите политичари, врз грбот на нашите политичари, за да тие конечно се освестат и да кажат дека ќе го реализираат договорот од Пржино во спротивност, значи договорот ако биде мртов, тој е веќе издишан, меѓутоа ако биде мртов, тоа значи една голема трагедија за целокупната, за сите граѓани во Република Македонија. Analisti politik Albert Musliu sqaron se çdo përparim por edhe ngjecje ndërtimit të marrëdhënieve të mira të Maqedonisë kalon përmes epilogut të marrëveshjes së Përzhinës. Sipas Musliut, asnjë marrëveshje e radhës nuk do ta zhbënte goditjen që do ta shkaktojë një dështim i mundshëm i politikbërjes në këto momente të fundit për dalje nga kriza politike. Mos implementimi i marrëveshjes së Përzhinës ose anulimi i marrëveshjes së Përzhinës në kupton kthimin pozitat e para marrëveshjes së Përzhinës. Ne kemi paralajmërim goxha serios këtë herë se opozita do t'i kthehet mënyrës të vjetër të luftimit të partisë në pushtet, a partia në pushtet ka paralajmëruar edhe moduse ligjore për ta pamundsu opozitën që cilët në atë mënyrë. Ashtu që jam bajegi i bindur se nuk do të shkohet me atë variant e cila nënkupton shumë pikpyetje për gjithë palët. Burimet nga Brukseli, por edhe ndërmjetësit euro-amerikan këtu në Shkup, thonë se rumbullakimi i marrëveshjes për t'i dhënë fund krizës politike do të ndikojë shumë në notën e radhës që pritet ta marrë Maqedonia nga Komisioni Evropian, lidhur me përparimin e arritur si parakush për fillimin e bisedimeve në kuadër të dialogut të nivelit të lartë për aderim në Bashkimin Evropian.